Duke qenë se qeveria ka publikuar tashmë një rregullore të re për kantierët e ndërtimit për të monitoruar projektin në kohë reale, si me kamerat ashtu edhe me vendosjen e GPS-it, e deri tek ndrimi i përgjegjësive të drejtuesve teknik. A mendoni se janë këto masa, duke e parë nga këndvështrimi i inspektoriatit, të mjaftueshme apo duhet të ketë diçka më tepër? Unë mendoj që ky është një hap jo pozitiv, por është një hap i madh në aspektin e monitorimit dhe të kontrollit të kantiereve të ndërtimit. Dhe sigurisht, pasja nën kontroll e situatës, në përmjet fakteve, provave, i jep lehtësira çdo institucioni kontrolli sipas fushës së vet të kompetencës. Është një puzzle i munguar i cili bënte që kontrollet që bënim të mos kishin cilësisht pritshmëritë e zbatimit të ligjit. Sepse jo në pak raste inspektorët gjatë punës vet kanë hasur vështirësi për të provuar faktin e mosmarrjes sa duhet të masave të sigurisë dhe shëndetit në punë. Sado që të bësh foto në ambientet e punës, gjithmonë janë të diskutueshme. Kështu që këto mund të shërbejnë shumë mirë si prova të pakontestueshme nëse rregullat janë zbatuar apo janë shkelur.